Nëmëra se ju nuk e keni vendosur rripin e sigurimit dhe fëmija është në vend të parë, kjo konsiderohet shkelje ligji. Qendra e informimit të Bashkimit Evropian në Vlorë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Rrugore në Policinë e Shtetit Shqiptar si dhe Shkollën Perla organizuan në qytet fushatën e sigurisë rrugore, një fushatë për rritjen e ndërgjegjësimit për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Nxënësit u informuan nga efektivet e Policisë Rrugore të Vlorës, të drejtuar nga vetë komandanti i trafikut në Policinë Rrugore të Vlorës Admir Janisha, mbi rregullat e trafikut për drejtuesit e automjeteve, këmbësorët dhe ciklistët, ndërsa u theksuaj që respektimi i rregullave të trafikut garanton sigurinë e jetës së çdo qytetari. Nxënësit janë veshur me uniformën e policisë, ndërsa në mënyrë demonstrative kanë realizuar një aksion ku kanë ndaluar drejtuesit e mjeteve të cilët nuk zbatojnë rregullat, lëvizin pa rrip sigurimi dhe mbajnë në vendet e para fëmijë. Atëherë po të shohim patentën. Kemi datën e skatenzës dhe klasën. Është në rregull me patentën. Siguracion, kolaudim, lejen e qarkullimit zotëri. Po, marrim siguracionin. Siguracioni? Mere tjeda. Kontrollojmë siguracionin në krahun e djathtë 01 1301 2016. Feja zotëris, faleminderit, mund të thush. Leja qarkullimi, kemi targën e mjetit. Faleminderit. Ju faleminderit, rrugë. Qëllimi i kësaj fushate ishte edukimi i fëmijëve që në moshë të vogël me respektimin e rregullave të trafikut rrugor, si element të rëndësishëm të sigurisë rrugore dhe prezantimi i tyre me standardet ndërkombëtare. Mësimi përmes praktikës i ofroi fëmijëve informacione teorike dhe demonstrime praktike në trafik. Ky aktivitet u shoqërua edhe me shpërndarjen e fletpalosjeve shpjeguese për rregullat e qarkullimit. Nxënësit e shkollës Perla së bashku me mësuesit e tyre bashkëvepruan me Policinë Rrugore të Vlorës, duke u sjellë në mënyrë të sigurt në trafik, kur kalojnë rrugën si garanci për të shmangur aksidentet, por edhe për të rritur sigurinë. Për këtë aktivitet sensibilizues u zgjodh pikërisht shkolla Perla, pasi është një shkollë e pozicionuar në rrugë kryesore, çka kërkon një respektim të plotë të rregullave të trafikut për sigurinë e nxënësve.